Në një tubim të organizuar nga Partia Demokratike, mijëra qytetarë mblodhen para godinës së kryeministrisë në Tiranë për të protestuar kundër qeverisë së kryeministrit Edi Rama. Demonstruesit kërkuan largimin e tij dhe paraqitjen para drejtësisë të zëvendës kryeministres Belinda Balluku në vijim të akuzave për keqpërdorimet dhe pengesave të pretenduara ndaj hetimit të SPAK. Protesta u karakterizua si një reagim qytetar ndaj qeverisë dhe ngjarjeve të fundit politike, ndërsa opozita e përshkruajtë si një moment vendimtar për të kërkuar llogaridhënie dhe reforma. Demonstruesit marshuan drejt kryeministrisë duke mbajtur pankarta dhe brohoritje që u shndruan në mesazhe politike të forta kundër qeverisë së tanishme. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se edhe grushti i dytë që po përgatitet Rama do të dështojë. Gjatë fjalës së mbajtur në protestën kombëtare, lideri i opozitës u shpreh se revolta i qytetarëve është sot zëri i ndërgjegjës qytetare, zëri i dinjitetit, zëri i ndërgjegjës kombëtare dhe zëri i dinjitetit kombëtar. Prej 2 muajve përdori gjithë pushtetin e ekzekutivit për bllokimin e prokurorisë dhe presione të gjitha llojeve ndaj gjykatës kushtetuese për të mbrojtur bashkhajdutën e 50 milionë eurove në tunelin e Llogaras, për të mbajtur në detyrë bashkautorën e vjedhjeve të qindra milionë eurove, për të mbajtur bashkhajdutën që ndërtoi rrugën Quks-Qaflloç në një segment 9 milionë euro kilometrin, pas një urë, pas një tunel. Aq sa ka kushtuar rruga e Kombit, e cila ka 10 urë dhe tunele me gjata. Dhe afërsisht është 3 herë më e gjerë. 2 muaj, Edi Rama u përpoq të bëjë grushteti për të mbrojtur Lubin, sepse mbrapasaj është vetë ai, është vetë Edi Rama. Mirë po, faza e parë e këtij grushti shtetit dështoi. Dhe këtu, ju, burra dhe gra, djem dhe vajza në këtë shesh, ju qytetar shqiptar guximtar, keni të gjithë pjesën e kontributit tuaj me protestë tuaj. Revolta juaj është sot zëri i ndërgjegjës qytetare, zëri i dinjitetit qytetar, zëri i ndërgjegjës kombëtare, zëri i dinjitetit kombëtar. Me mbarimin e fjalës së liderit të opozitës, fishek zjarrit u hodhën drejt godinës së qeverisë, por edhe nga ana e policisë, të cilët kishin krijuar gërdon. Reagimi ka qenë i menjëhershëm. Protestuesit kanë tentuar të heqin llogatën e vendosur para shkallëve të kryeministrisë, ndërsa policia ka reaguar duke hedhur ujë me presion nga 2 automjete të parkuara përpara shkallëve të godinës. Më pas, protestuesit e Partisë Demokratike janë zhvendosur para godinës së parlamentit duke intensifikuar aksionin e tyre. Mes tyre janë edhe deputet Partisë Demokratike, të cilët janë përfshirë në përplasje me gordonin e sigurisë dhe forcat e rendit të vendosura për ruajtjen e ambientit. Situata para parlamentit mbetet e tensionuar, ndërsa protestuesit kanë hedhur bomba molotov dhe fishek zjarri drejt policisë. Forcat e rendit janë përgjigjur me gaz lotësiellës. Situata mbetet e tensionuar teksa policia ka përdorur dhe 2 autobot me ujë për të shpërndar protestuesit. Për të siguruar rendin dhe mbikëqyrjen e situatës, mbi 1350 efektiv policie ishin vendosur në terren. Policia rrethoi zonën përreth kryeministrisë me kangjilla dhe masa sigurie, ndërsa devijoi trafikun dhe monitoroi tubimin për të shmangur për shkallëzime të mundshme.